Falënderimet si gjithherë dhe çdo herë i takojnë Allahut fuqiplot. Salavatet, përshëndetjet, oratat, bekimet ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre muslimanëve apo besimtarëve që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër të pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe falja Zotit qoftë mbi ju. Sot me lejen e Zotit do të flasim rreth një koncepti islam, respektivisht rreth një moraliteti, apo më thon ndryshe, do të flasim për personin i cili është më i denjë, më meritor për me marr epitetin besimtar. Apo më shpreh ndryshe, do të flasim për besimtarin më të mirë. Kush është ai? Çfarë cilësish ka? Çfarë epitetesh meriton? Dhe cila është vepra dhe puna e tij e cila ja garanton këtë epitet, pra me qenë besimtari më i mirë në mesin e njerëzve. Një ditë prej ditësh e pyetën pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam: Ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, kush është besimtari më i arritur, më i miri, më i vyshmi? Pejgamberi jon Muhammedi alayhi salam tha: besimtari më i arritur, besimtari më i vyshëm është ai i cili e ka moralin më të përsosur. Pra morali, sjellja e mirë, bashkëveprimi i mirë me njerëz, butësia në raporte me njerëz, kujdesi madh që t'jesh i lidhur me njerëzit dhe t'jesh i dobishëm për shoqërinë përgjithësi, e bën njeriu që me qenë edhe besimtari më i mirë, më origjinal, më i pranuar tek Allahu xhaleshanuhu. Pra niveli i vërtet i besimit nuk matet vetëm me kryerjen e ritualeve, ibadeteve, adhurimeve, apo me sasinë e tyre, por matet me veprat dhe punët e njeriu, me sjelljen e tij, apo me thon ndryshe, me reflektimin që kanë edhe këto adhurime, edhe këto rituale në jetën e përditshme së secilit besimtar. Pra kur njeriu teorinë e përkthen praktik, kur njeriu urdhnat e Zotit i zbaton vepra, kur njeriu garon në vepra dhe punë të mira dhe çdo herë më të e ka në jetë se kush po bën vepra më të mira. Pra garën e ka se cili me qenë më i mirë. Jo për mu dalluj mirin nga i keqi apo anasjelltas, por cili është më i miri në mesin e të mirëve. Atëherë realisht ky është besimtari i cili e ka përmbush veten shpirtnisht, emocionalisht, por të njëjtën kohë ky person ka filluar me qenë i gjallë, me qenë i lëvizshëm, me dho jetë, me dho dritë në mesin e rrethit shoqërisë cilën ai jeton. Pra, morali është treguesi i besimit sinqert. Njerëzit që ka bën ndarje mes adhurimeve dhe moralit apo sjelljes kanë gabu. Sepse Zoti në Kur'an 10 shembuj në Kur'an, kur i ka përmend ritualet që paraprakisht i përmend adhurimet, kur nuk i ka nda prej rezultateve të tyre, apo më thon ndryshe, kur nuk e ka nda prej moralit. Sikur Zoti ka dashur me na thon neve që edhe namazin që e bëni ditën e xumah, po edhe namazin 5 herë në ditë që e bëni namazin ditor, edhe agjërimin gjatë muajit të Ramazanit, po edhe llojet e agjërimeve nafile vullnetare jashtë Ramazanit, edhe zakatin kur e jepni një herë në vit, po edhe sadakan në forma të ndryshme që e jepni, pra çdo vepër të mirë që ne e shojmë për çdo adhurim, ai nuk guzon munda nga aspekti i sjelljes dhe moralit, sepse këto adhurime, qëllimi i tyre i psheft është që ato me ndikun sjelljen e njerit, apo me përmirësu kanë me përmirësu njeriu. E dini një prej sureve të Kuranit e ka emrin surja El Mu'minun, surja besimtarëve.
E Allahu xhaleshanu hun këtë sure, sidomos ajetet e para të kësaj sures, na e tregon praktikisht se adhurimi dhe morali janë të pandashme. Pse Zoti na e përmend këtë? Sepse edhe në shoqërinë tonë, po flas në rrethin pak më të ngushtë si shqiptar, po në përgjithësi në shoqërinë islame në botë, është një farë koncepti, janë disa njerëz cilët thonë që unë kam zemrën e mirë, jam i mirë, nuk jam mendoj të keqen askuj, e shishoj punën tanë, nuk merrna me punë të tjerëve, sa i përket namazit atyre nuk e shet që është një farë dobije diçka, apo nuk e shet nevojshme. Fatkeqësisht kësi njerëz ka shumë shoqni. Me këta nuk po duhet me thonë që këta njerëz nuk janë të mirë, sepse kush është i mirë realisht vetëm Zoti e din. Se na nuk kemi drejt, nuk kemi çastin në zemrat e njerëzve dhe nuk i dim qëllimet e njerëzve. Mirë po, deklarativisht, ky lloj pretendimi, siç do ta shohmi, nëse analizohet mirë, del se është pretendim, ose nuk është i menduar mirë, ose mbetet vetëm pretendim i cili nuk ka lënë në nivel tjetër që quhet realiteti apo e vërteta. Sepse nuk mjafton njeriu vetëm të thonë që unë jam njeri mirë. Nuk mjafton që njeriu më thonë unë kam vetëm zemrën e mirë. Kur njeriu pretendon që e don dikën, ai duhet me pru argumente që e don. Nëse thu te e du në filanin shumë, dhe ai filani shpesh herë thret ty, kërkon ndihmë prej teje, dhe ti si ofron ndihmë, si ja plotson kërkesat atij, që dashnia jote është e rrajshëm, është vetëm pretendim, nuk është e vërtetë. Shumë njerëz i thonë unë e du Zotin shumë. Dhe gjithë njerëzit në botë kanë drejt me thonë unë e du Zotin, unë e adhuroj Zotin. Nuk mund me thonë dikush Allahu është Zoti, është veç jami. E kuptuat idenë? Mirë, po megjithatë kur thuan e du Allahun, kur thuan jam një njeri mirë, ka disa shaja do të me argumentu. Nëse ndalmi të pretendimi unë e du Allahun, Allahu të ka thirr ditën e xhumë me fal xhumën në xhami. Po ti s'shkon xhumë kur. Ndoshta e ki xhamin mahall, s'shkon. Ndoshta e ki afër vendit punës, nuk shkon. Ndoshta edhe nuk të bren ndërgjegja pse nuk po shkon. Atëherë kjo nuk mundet me qenë pretendim i vërtet se ti vërtet e don Allahun. Sepse kur ti në jetën e përditshme edhe njerin e don, mundohet gjithçka me bëu për ta. Sa më shumë që e don, aq më shumë ipet mas ti. Kontribon për ta, i përgjigjet kërkesave të tij. Nëse Allahu të ka thirrë që mrena vitit njerë me agjur Ramazanin dhe ti se agjuron Ramazanin, duke mos pas arsye sheriatike, cilat pengojnë për me agjëru, se mund të jetë njeriu smut, atëherë lirohet prej agjërimit varësisht prej smundjes. Këto çka tregon kjo? Është vetëm pretendim. Edhe te ideja që mos më dal prej teme, se unë kam zemrën e mirë, unë jam njeri i mirë dhe s'kam nevojë për adhurim e për gjëra të tjera, kjo është gabim shumë i madh, se kjo është realisht është një moral gjysmak, i themi ne, pa shpirt. Siç mund të jetë edhe adhurimi, i cili nuk ka ndikim në jetën tonë, në sjelljen tonë, është gjysmak. Prandaj Allahu ka dashur më na thonë neve, edhe ata që e kuptojnë fen vetëm adhurime, rituale, ibadete, por nuk i kushtojnë rëndësi sjelljes me njerëz, moralit, e kanë gabim. Sikur ata që cilët thonë që unë për mua është sjellja e mirë, kurse nuk i kryejnë ibadetet dhe adhurimet në raport me Allahun xhaleshanu. Pra të dy partë janë, sikur me thonë trup pa shpirt. Trupi edhe shpirti kur bëhen bashk, e dhojnë efektin. A dini pse? Se atëherë njeriu është i gjallë. Dhe atëherë është njeriu njeri. E Allahu në surën e Mu'minun, surën e besimtarëve, e ka filluar këtë formë, qad aflaha al-mu'minun. Në fillim Zoti e ka kallëzuar rezultatin apo përfundimin e njerëzve të mirë kanë shpëtuar besimtarët. Po kush janë besimtarët? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata cilët janë të kujdesshëm, të vëmendshëm gjatë namazit tyre. Pra nuk e bojnë namazin veç numra, veç lëvizje fizike. Por ata namazin e kuptojnë përveç atyre lëvizje fizike, e kuptojnë që namazi ka shpirt. E din para ku jenë lidhë, për Allahut. E kur namazi kryhet me përqendrim, me përulje ndaj Zotit, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, thot edhe ata cilët ja kthejnë shpinën të kotës, e refuzojnë të kotën,
e refuzojnë atë që nuk e pranon Zoti. Shoni çka kjo? Kjo sjellje. Pra namazi, çfarë ndikimi paska? Që njeriu me rujt shiqimin e tij prej haramit. Njeriu me rujt epshet e tij, mi kontrollu. Njeriu mos me shkel në zonën që është zonë e ndaluar në zonë haram. Pra njeriu mos më te kalu apo mos më në përkëmb dispozitat e Allahut, walladhina hum lizakati fa'ilun. Përveç namazit tash do të ka përmend zakatin, dhe ata të cilët e dhojnë zakatin. Walladhina hum li furujihim hafidhun. E jap zakatin, zakati të bën të moralshëm. Njeri me dinjitet, njeri me nder, të arun edhe sjelljen tonë, të arun moralin tanë, e kontrollon epshën tanë. Pra përveç në raport, burri me gruan, gruaja me burrin, atë intimitetin mes tyre. Amo jashtë kësaj zone, Allahu xhaleshane ka ndalu. Pra e lidh namazin, adhurim, ibadet. Zakati, adhurim, ibadet, apo ndryshe, ritual. Mja kthy shpinën të kotës, me rujt nderin, moralin, qa kjo? Kjo është tipik zemra dhe shpirti i moralit. Pra Allahu xhaleshane në këtë fillim të kësaj sure, po na tregon që idenë se morali nuk guxon munda prej adhurimeve, edhe adhurimet nuk guxojnë munda prej sjelljes moralit. Pra njeriu ma thjesht, nëse don me ditë që në namaz i tij, në adhurim i tij, a është pranuar te Zoti, ai do të më shiqu ndikimin e këtij adhurimi në jetën e tij praktike. Nëse shet që shkurja jote në xhami, kryerja e adhurimeve, edhe jashtë xhamisë, varësisht prej adhurimit, ka filluar me të rregulluar ty si njeri. Kjo është shaj që Allah është të i pranu adhurimet tua, sepse ka filluar mu përmisu edhe sjellja jote. Pra shumë herë kam thonë edhe në këtë xhami, që ideja e fesë nuk është që njeriu me qenë një lloj dekori, pra Islami nuk i kushton rëndësi dekorit, vetëm pamjes të jashtme, ambalazhit, po Allahu xhaleshanu na nxit dhe na fton që njeriu me fillu me përmisu të mbranshmën e tij, sepse kur përmisohet e mbranshmja merr kuptim edhe jashtmja. Por nëse njeriu i kushton rëndësi vetëm anës të jashtme dekorit, atëherë është rrezik që njeriu asnjëherë mos më rregullu të mbranshmën e tij. Sepse tani nuk ka dallim prej asaj filozofisë materialiste, e cila merret vetëm me materien dhe nuk e pranon, apo me thonë ndryshe e neglizhon shpirtin. Çka përfshin me qenë njeri i ndershëm, njeri i moralshëm, njeri me karakter të vyshëm? Po nuk është thjesht me thonë një njeri i moralshëm, është një njeri që ka turp, ka marrë. Shumë njerëz e mendojnë moralin vetëm kështu. Një njeri që nashta i vjen marrë me fol në publik. Nuk është kjo element që ato me vlerësu që është njeri i moralshëm. Ose një njeri i cili sado që i fol t'i keq, ai nuk mundet me ta kthy. Sado që i hin hak, ai nuk e kërkon hakun e vet. Kjo nuk do të më nënkuptu këtë moral, ose me përkufizu moralin me disa sekuenca dytësore apo sekondare. Mora karakteri përkryer që pejgamberi e përmend hadith përfshin mas pari të qenit i drejtë. Njeriu me kon i drejtë në raport me veten e tij, i drejtë në raport me familjen e tij, i drejtë në raport me rrethin e tij, me fshinjet e tij, i drejtë në raport me shoqërinë e tij. Kjo është elementi i parë, pra drejtësia. Inna Allahi ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allahu urdhon drejtësi edhe mbamirësi apo mirësi. Pastaj me qenë i përkryer, me moral të përkryer, për cilën pejgamberi e ka lavdëruar, është me qenë edhe i ndershëm. I ndershëm kuptimin e ngushtë, pra aspektit moral që ne e kuptojmë, pra i ndershëm. I ndershëm e ruan nderin e tij. Nuk e prek nderin e huaj. Sepse e di që është i shajt. Deri i tij është i shajt, deri i tjetrit po ashtu është i shajt, po i ndalueshëm për ty. Sepse është territori tjetër kuj. Pra i ndershëm. Përveç kësaj, kuptimi i hadithit i dhemshur,
ka mëshirë. Kur dëgjon që filani është smur, ose filani ka një problem, ose ka një situatë pa lakmueshme, ai ndjen dhimbje sikur më ndodh atij. Edhe mundohet, çka është roli jam? Jo thjesht vetëm me morrni me ndel dhe me çajt, edhe vazhdimisht me çajt. Mirë, por nuk mjafton vetëm loti. Mjafton me shtim funksion zemrën, shpirtin, mendjen, edhe çka më me bëhonën këtë drejtim. Çish mundem më largu këtë mërzi, këtë të lashe, këtë problem vëllau tam, i cili është në këtë situatë vështirë. I kujdesshëm ndaj tjerëve, ndaj vetes, e ruan aspektin e shëndetit, aspektin e moralit, aspektin e besimit. Por në njëjtën kohë është i kujdesshëm fjalë që i shqipton, sjelljen, veprimin, punën që e bën. Po mundohet në çdo aspekt me qenë i rujtur. Dhe kur ai vepron në këtë formë, atëherë shkon tu përsos. Po ashtu, besimtari kushton shumë rëndësi të madhe me qenë shembull në shoqërinë në cilën ai jeton. Sepse pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë shembull për neve, edhe është deri në ditën e Kiametit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir. Allah thot e keni shëmbëltyrën më të mirë ku në personalitetin e pejgamberit tonë Muhammedit alayhis salam, ai i cili beson Allahun dhe ditën e fundit. Pra, shëmbëltyra jonë është kush pejgamberin Muhammedi alayhis salam. Dhe ne si musliman me moral dëvyshëm, do të më mundu me qenë shembull në shoqëri, duke u munduar me udhëheqje edhe të tjerët me vepra dhe punë, jo vetëm me fjalë. Taj konflikti i civilizimeve që shnihet apo i kultura në botë, sidomos kohën e globalizmit, synimi i parë atyre që nuk dojnë që një kulturë, një civilizim me ecë përpara ose më shfaq, është se ata i atakojnë gjanat e para që e atakojnë, e sulmojnë është shëmbëltyrën. Mundohen me përpilu, me shkru, propagandë, që mi prish apo me prish imazhin e këtyre shëmbëltyrave që i llogarisin muslimanë që i kanë shembuj. Qofshin ata profet, qofshin ata dietar, qofshin ata reformator, qofshin ata njerëz të mirë që kanë lënë gjurmë të mira në traditën, kulturën tonë dhe civilizimin tonë. Pra mundohen me prish shëmbëltyrën. Prandaj është shumë e rëndësishme, Allahu xhaleshanu kur e ka lavdru pejgamberin alayhis salam e ka përmend moralin, sepse morali është rezultati, është ajo që shihet. Para disa dite, po ata rastin e shpërndava një fjalë një shkrimtarit me fam botërore që e dini, ka mundësi shumë për ju që e keni lexuar më shumë. Tolstoj, një shkrimtar i madh rus me fam botërore, ai e ka një fjalë thot, mos u fol shumë për fe, por bëm atë mundshme ta shoh fen në veprën tonë, në personalitetin tonë, në jetën tonë. Na sot ka njerë dina na me fol shumë për fe, edhe mi fol tjetrit. Vepra po na mungon. Shpirti, morali, sjellja, karakteri i vyshëm. Feja jonë është kështu, feja jonë po ti ku je, se fejnë e ka garantuar Allahu. Po feja jote ku është? A për kuptoni din feja jote që e sjellja jote ku është? Që ato njerëz dojnë me po. Islamin e ka garantuar Allah, inna dina inda Allahi l'Islam, feja vetë me pranu të Allah është Islami. Po që Islami jëtë që ti je përgjithës për që ato sjellje tua, vepra tua, që atë imazhin e mirë me lanë shoqëri, ku është, ku qëndron ai? Cilën nivel është? Prandaj hadithi pejgamberit alayhis salam neve na nxit që me ngrit nivelin, pra jo vetëm fjalë, por edhe vepra. Një element tjetër që po kam dëshirë mundar është morali dhe harmonizimi i shoqërisë. Pra, një besimtar me moral të përkryer, siç e tham, kontribon në drejtësi, paqe në shoqëri. Sjellja neve na duket e thjeshtë, po sjellja secilit prej neve, si individ, sjellja mirë. A besoni që ndikon tek tjerët? Spaku nuk ka të keqe kur ka sjellje të mirë. Shoqënia është e sigurt. Ti kontribon me sjelljen tonë të mirë, me moralin tanë të vyshëm, i kontribon edhe paqes shoqërore. Kur ti krijon raporte të mira edhe me fshinjet që ndoshta si përkasin fesë tonë, besimit tanë, kulturës tonë, po ki raporte të mira njerëzore, ti i kontribon edhe shoqërisë në cilën jeton, edhe shtetit i kontribon.
Sepse ti i krijon raporte paqe, raporte të cilat nuk kanë smir, inati, xhelezi. Ti krijon ura. Dhe kur ti krijon ura me marrëdhëniet të tua të mira me shoqëni, atëherë ti e përgatit terrenin që mollin tan me proklamu. A dini cili është molli? Mesazhin e Zotit me prezantu. Pra më i miri për jush, ta pejgamberi ai që ka karakterin më të mirë. Ky hadith çfarë tregon? Tregon pra se një besimtar i vërtet patjetër duhet me pas edhe sjellje dhe vepër të mirë. Allah në Kur'an çka wa qul i'malu, thuaj punoni, fa sayarallahu amalakum. Allahu ka me pa punën e juve. Këtu nuk është për qëllim puna që na shkojnë pe mëngjesit dhe mbrëmje ose varësisht prej orarit punës punojmë për me ardhur të risku me furnizu familjen. Fjala punë këtu është vepra në përgjithësi që bëhet. Jo thjesht vetëm me shku në bashkëtel ose dikun me punu, fabrikë ose ku ta diun. Që punani se Allah ka me pa punën e juaj, kjo është sjellja e juve. Pra tregoni sjellje të mirë, tregoni moral të mirë se Allah ka me pa, jo vetëm Allahu, po ka me pa edhe pejgamberi Allahut. Jo vetëm pejgamberi Allahut, por kanë me pa edhe besimtarët. Allah në Kur'an ka thonë, oj që keni besu, bëni vepra të mira. Oj që keni besu, bëni vepra të mira. Pra a jeni ndalë me mendu dhe herë, oj që keni besu, bëni vepra të mira. Çfarë do më thonë kjo? Besim, ma herë thamë lidhshmëria mes adhurimit dhe moralit, tash Zoti pe lidh direkt besimin, fejen, pe lidh me moral. O ju cilët keni besu, besimi, bëni vepra të mira. Sikur Zoti do më na thonë neve, vepra e mirë është shaj e besimit. Kur ka iman, ka dhe vepra të mirë dhe anasjelltas. Pra një vepër e mirë ndryshe, një vepër e mirë nuk pranohet pa besim, që nëse është dhe tiku Zotit. Shumë njerëz shoqëri kanë qenë njerëz të mirë. Kanë edhe përmendurësat, kanë edhe statuja, ka edhe rrugë që i kanë emrat të tyre, apo institucione. Mirë po, fatkeqësisht, emrat të tyre kanë mbet të gdhendur në tokë dhe nuk e kanë merituar mundësi të larë në qiell të Zotit. Se ju ka mungu besimi, ju ka mungu imani. Pra, besimtari më i arritur nuk është vetëm ai që kryen ritualet fetare, por është ai që ka moral të përkryer dhe realisht është shembull i lartë në shoqërinë që ai jeton. Imani gjithsesi nxit fton moral dhe morali i mirë është pasqyrë e besimit mbrëmshëm dhe mënyra më e fuqishme për të ndikuar pozitivisht në shoqërinë në cilën ne jetojmë. Ai që pra ka karakter më të lartë, ka dhe moral të përkryer, e pasqyron mesazhin e fesë në formën më të mirë të mundshme dhe bëhet shembull për të gjithë. Ne lutim Allahun në fuqi plot që Allahu ta përmirëson sjelljen dhe moralin ton. Allahu të na vëdëson që sjellja, morali i mirë, mos harroni, janë veprat që mas shumti kur do të dalemi, kur veprat tona do të peshohen në Zotin ditën e Kiametit, morali është prej veprat që peshon mas shrani. Dhe Allah në Kur'an ka thënë, atij që i rëndohet peshoja me veprat mira, ai ka shpëtu. Atij që i rëndohet peshoja me veprat mira, ai ka shpëtu. E mos harroni, një prej veprat mira është morali, sjellja praktike apo përkthimi i teorisë në praktik. Zoti na i fal gabimet, shimet, na i pranoft ibadetet, adhurimet. Walhamdulillahi rabbil alamin.